Medreset e para në botë. Fillimi i arsimit modern. Medreset e para në botë përfaqësojnë një nga shtyllat më të rëndësishme të historisë së arsimit dhe qytetërimit njerëzor. Ato nuk ishin thjesht institucione fetare, por qendra të mirëfillta diturie ku u hodhën themelët e arsimit modern, sistematik dhe institucional. Në një kohë kur pjesë të mëdha të botës jetonin ende në errësirë arsimore, bota islame krijoi struktura të qëndrueshme ku dienia mësohej, ruhej dhe zhvillohej brez pas brezi. Medreset u shfaqen si institucione të organizuara arsimore rreth shekujve 10-11 me përhapje të gjerë në territoret islame, nga lindja e mesme deri në Afrikën Veriore dhe Andaluzin. Një nga më të njohurat ishte medreseja Nizamie e themeluar në Bagdad në shekullin 11 nga Nizam al-Mulk. Kjo medrese konsiderohet nga shumë studiues si një nga universitetet e para në botë, sepse kishte program të rregullt mësimor, profesor të emëruar, student rezident dhe financim të qëndruar. Ajo që i bënte medreset të veçanta ishte qasja e tyre gjithëpërfshirëse ndaj dijes. Përveç studimeve fetare si Kurani, hadithi, fiku dhe tefsiri, në medrese mësoheshin dhe shkencat e tjera si matematika, astronomia, mjekësia, logjika, filozofia, gjuha arabe, letërsia dhe historia. Kjo tregon se arsimi islam nuk ishte i kufizuar vetëm në aspektin fetar, por synonte formimin e plot intelektual dhe moral të njerëzit. Një element thelbësor i medreseve ishte metoda mësimdhënies. Mësimi zhvilloi përmes ligjëratave, diskutimeve të hapura, debateve shkencore dhe shkrimit të veprave origjinale. Nxënësit inkurajoheshin të pyesnin, të analizonin dhe të argumentonin, çka përbën një nga parimet bazë të arsimit modern. Po ashtu sistemi i ixhazës, një lloj certifikate akademike që u jepej studentëve pas përfundimit të studimeve, konsiderohet pararendës i diplomave universitare të sotme. Medreset kishin edhe rol të madh shoqëror. Ato shpesh ishin të hapura për studentë nga shtresa të ndryshme shoqërore dhe financoheshin nga vakëfe, duke mundësuar të rinjve të varfër të arsimoheshin falas. Kjo krijoi barazime të mëdha në qasjen ndaj dijes dhe ndihmoi në ndërtimin e një shoqërie më të arsimuar dhe më të drejtë. Ndikimi i medreseve nuk u kufizua vetëm brenda botës islame, nëpërmjet përkthimeve dhe kontakteve kulturore. Shumë koncepte arsimore të zhvilluara në medrese u përhapën në Evropë, sidomos gjatë mesjetës. Universitetet e para evropiane përfituan nga struktura, kurrikula dhe metodat e këtyre institucioneve islame, duke i përshtatur ato në kontekstin e tyre kulturor. Në përfundim, medreset e para përbën një kapitull madhor në historinë e arsimit. Ato ishin më shumë se shkolla, ishin qendra të qytetërimit, të mendimit kritik dhe të përparimit shkencor. Pa kontributin e tyre, arsimi modern nuk do të kishte marrë formë që njohim sot. Medreset dëshmojnë qartë se dienia, kur mbështetet në vlera morale dhe organizim të qëndrueshëm, mund të ndërtojë qytetërime të tëra dhe të ndriçojë historinë njerëzore.